Një 41 vjeçar përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë së Velipojës arrestuan shtetasin AG për veprën penale veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës, pasi ky shtetas rezulton se ka ushtruar dhunë psikologjike në prani të fëmijëve të mitur ndaj kunatës së tij, e cila ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan disa shtetas, një 64 vjeçar banues në Bardhaj pasi u kap pa leje drejtimi, një 59 vjeçar banues në Boks pasi në rrugën Studenti duke drejtuar automjetin e tij është përplasur me biçikletën me cilën lëvizte një 69 vjeçar. Si pasojë është dëmtuar ky shtetas që ndodhet në kujdesin e mjekëve në Spitalin e Traumës në Tiranë. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër referuan materialet në prokurori në ngarkim të një 59 vjeçari, pasi dyshohet se në datën 3 prill ka vjedhur disa bijuteri dhe një sasi vlerash monetare në banesën në pronësi të një 40 vjeçari në fshatin Zus. Me datën 4 prill, shtetasi FL, 64 vjeç, ka kallëzuar se në dyqanin e tij në fshatin Shkozë të Pukës janë vjedhur disa produkte ushqimore, ku policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet procedurale për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.